Nxënës të klasave të para të 5 qyteteve, Prishtinës, Pejës, Ferizajt, Obiliqit dhe Fushë Kosovës, janë mblidhur në oborin e shkollës Naim Frashëri në kryeqytet dhe kanë zhvilluar gara me trotinet. Ideja e këtij organizimi ishte që fëmijët të mësojnë më shumë për shenjat e trafikut dhe respektimin e tyre. Kam sjellë vajzën, është në klasë të parë, ka 6 vjet. Është shumë aktivitet i mirë, është një përvojë e mirë për fëmijë, mendoj që është shumë e qelluar kjo që kanë organizuar. A ju pyet ndonjëherë vajza për rregullat në trafik? Çdo herë rrugës, që kjo shenjë çka është, që kjo çka është, çdo herë shumë është korrektore. Vetë jo vetëm për shenjë, por gjithçka. Tash që kena orën në Prishtinë normal, është komunikacioni më i dendën, pas ka semafora, pas ka çdo sen pyet kjo për çka, kjo për çka. Është shumë e mirë që interesohen kaq të vogël. Si po shihet tash denetat po janë bërë shumë, po është shumë rrezik edhe për komunikacion, për kjerë, për gjitha, kështu që besoj që ka minimu edhe kësaj, edhe shoqeve të saj kur komunikojnë për këtë farë aktiviteti. Fillimisht na kemi shkuar nëpër shkolla bashkërisht me Policinë e Kosovës, me partnerët tanë në SOBE-n, përfaqësues ministrisë, kemi mbajt ligjërata, prezantime për fëmijët se sa i njohin rregullat e trafikut, sa i përdorin pajisjet mbrojtëse gjatë vozitjes trotinetit, se shumica e fëmijëve kanë trotinet, dalin në rrugë, janë pjesëmarrës aktive në trafik. Mandej shkollat i kanë përgjigjur secila shkollë nga 4 pjesëmarrës, ku sot kanë marrë dhe kanë me bu gara për trotinet. Edhe 3 vendet e para kanë mi fitu nga një trotinet. Këtë vit i kemi zgjedhur klasat e para për arsye që po dalim në shesh, po dalim në rrugë dhe po i shohim fëmijët, po i shohim kryesisht kësaj moshe që po dalim pa helmeta, dalim pa pajisje mbrojtëse dhe shumica janë edhe përdorin transportin kombi që vinë deri në shkollë. Tash pjesa e kampanjës është vetëdijësimi dhe çysh me ulën kombi, çysh me u sjellën kombi. Nëse 10 fëmijë, 10 familjeve dison atë ne kemi mbri qëllimin. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe nga Policia e Kosovës. Policia e Kosovës që nga fillimi do thotë ne kemi mbështetë çdo aktivitet sigurisë rrugore, këtë rast edhe aktivitetin e radhës, pothuajse në gjitha shkollat ku ka qenë tempulli, po ashtu tani në Prishtinë aktivitetin final që ka të bëjë edhe me sigurinë, ka të bëjë edhe me njoftimin për rregullat e trafikut rrugor. Ne po punojmë që çdo ditë jo vetëm do thotë shoferët, biciklistët apo motociklistët, por edhe me fëmijë do thotë kujdesen që ata të respektojnë rregullat, qoftë si këmsor, qoftë kur janë me prindit. Kjo garë, pjesë e projektit Siguria në rrugë 2025, u organizua nga Kolegji Tempulli në bashkëpunim me Asociacionin Kosovar të Motorizimit. Le të jetë kjo një ditë feste për dijen, për sigurinë dhe për buzëqeshjen e fëmijëve tanë. Le të festojmë jo vetëm fituesit, por të gjithë pjesëmarrësit, të cilët mësojnë, guxojnë të bëjnë më të mirën për veten dhe komunitetin. Çdo fëmijë që mëson të lëviz me kujdes sot është një qytetar i ndërgjegjshëm dhe i sigurt dhe i pjekur për nesër. Shkolla Daud Bogujevci nga Fushë Kosova fitoi vendin e parë dhe të tretë, kurse shkolla Jeronim Derada nga Ferizaj fitoi vendin e dytë. Çmimet i ndau drejtori i arsimit në Prishtinë, Samir Shahini.